Përballë është Shpella e Piratëve, një prej atraksioneve interesante të kësaj zone, në fakt e bërë famshme prej librit Petro Marcos, Shpella e Piratëve, dhe prej filmit që është nisur, pra e ka marrë subjektin nga i njëjti roman i Petro Marcos, është një film për fëmijë i xhiruar në vitin 1990. Shpella është shumë interesante brenda, tani së fundi kam vendosur dhe një robot, por gjëja më e veçantë është se Shpella ka një pikë komunikimi shumë të vogël për momentin, se mendohet i ka pasur një shembje në shekullin e 19 me manastirin e Shën Theodorit, që është sipër. Shiheni Shpellën. Kjo është pjesa e Shpellës, do afrohemi dhe pak më shumë. Kjo është Shpella e Piratëve, shifeni. Në brendësitë saj është shumë e vogël për momentin, sepse thash ka psuar një shembje rreth 200 vjet më parë. Mendohej që në atë kohë hynin edhe anijet e vogla pirate, anijet e shpejta saracene, jo anijet e mëdha. Shumë veta ngatrojnë me Shpellën e Axhi Aliut, që është në zonën e Karaburunit, po nuk është e njëjta gjë, nuk ka lidhje. Shpella e Piratëve është ndërmi, Shpella e Axhi Aliut është në Karaburun, po dhe kjo është shpellë interesante. Ja dhe Shpella e Piratëve pak më afër. Shiheni, kam vendosur edhe një tip roboti brenda saj. Artion, mund të afrohemi dhe pak? Të afrohemi dhe disi. Shpella e Piratëve është atraksion i rrallë në Shqipëri për arsye të librit thash të Petro Marcos. Ndoshta është shpella më e njohur e gjithë jugut të Shqipërisë si emër. Zakonisht është e mbushur me varka dhe turistë të huaj që vinë me ture nga Palasa ose nga Imara, edhe unë jam me Artionin me tur. Shiheni pamjen e saj brenda. Ka pak det sot, po edhe ndriçimi është pjesa e Shpellës. Shise si janë gurët. Janë duke ecur. Ja, kjo është pjesa e brendshme. Ja dhe roboti atje i vendosur. Do mundohemi të hymë dhe pak brenda. Sipër është manastiri i Shën Theodorit. Sipas gojdhënës, Shpella lidhej me manastirin përmes një kalimi i cili ende sot është i mundshëm, por është pak i vështirë. Mbrapa është plazhi Gjipes, ka ujë ndoshta më të pastër në gjithë të zonë të bregut. Është fantastik, është një kanion i gjatë, i cili mund të jetë rreth 1,5 kilometër, që të çon ca nga ujërat më të pastra që ka kjo zonë e Shqipërisë. Është fantastike. Edhe disa shpella të vogla në krah janë po ashtu të vizitueshme, por për momentin ka shumë mjete lundrimi. Të gjithë duan të vinë në zonën e Gjipes. Mënyra më e mirë për të ardhur është nga rruga që është në këtë drejtim, rruga që vizbret nga sipër poshtë. Shumë veta e bëjnë në këmbë, por kohët e fundit mund të ecën dhe makinat 4x4. Rruga vijon deri atje sipër dhe kthehet mbi mal, të nxjerrë në zonën është si thua plazhi i Vunojit, në një farë mënyrë bashku me Jalin, janë 2 plazhet e Vunojit, dhe është nga plazhet më të bukura që ka Shqipëria. Ky është plazhi tjetër, ndoshta më i bukur që ne kemi. Është midis Dërmiut në drejtim dhe Drimadhësit në drejtimin tjetër. Është i gjithi si ka lut.
Nga jeni? Nga Tirana. Shive qa pami që ka. Është edhe uj shumë i thjellët dhe i vetmi plazhi është i gjithë i gjelbruar nga mbrapa, pjesën mbrapa të tij, dhe këtej mbrim në palas me njërë mbas këndit aty, ku është delta e Projit dhe arrin në palas. Ky është pra plazhi më i bukur që ka ngelur nga vila e kryeministrit, këtu pas ka një ndërtim dhe deri në fund. Është fantastik, sipër është Dërmiu, fshati. Është pjesa e fundit që mund të bësh në udhëtim kur vjen drejt palasës.